qefalit në Dajt, vijon një prej tyre kandidat tashmë, duke bler vota dhe janë të denoncuar në çdo zonë që të shkon të Tiranës. E vërtet është që ne kemi shanse, ne do dalim shumë herë më mirë, ne në Tiranë do marrim një rezultat spektakolar, për shkak se makineria e vjedhjes votave, e pagesave në dorë për mediat, për analistët, e blerjes së mbështetjes mediatike, makineria e blerjes së pushtetit gjyqësor, makineria e cila ka bler me 10 mijëra vota në Tiranë, që është Bashkia e Tiranës, sot nuk funksionon ashtu siç ishte më parë. Edhe pse Edi Rama ka dhënë garancinë e tij të plot, që është ai tashmë kryetar i Bashkisë Tiranës, dhe është ai që i del garant punojësve të bashkisë për të vijuar, për të vjedhur votat, apo për të përdorur asetet publike, apo për të keq përdorur administratën publike, që është administrata e Bashkisë Tiranës, etj. Në thelb Erion Veliaj sot nuk është në fushat. Erion Veliaj de facto nga sot dhe de jure është banor i qarkut të Durrësit, është votues në qarkun e Durrësit. Automatikisht do duhet kishe pasuar një dorëheqje apo një shkarkim i Erion Veliajt nga kryeministri, sepse bazuar dhe në ligjin e Republikës Shqipërisë dhe në Kushtetuën e Republikës Shqipërisë, një kryetar bashkie që humbet banimin e përhershëm në zonën ku ai drejton bashkinë nuk mund të jetë më kreu i asaj bashkie, dhe sot Erion Veliaj është banor i Durrësit, i qarkut të Durrës dhe voton në burgun e Durrësit.